Këtësisht për qytetarët e Prishtinës Kosovës, Prishtinës në këtë rast kryeqytetit, po dëshmohet që do ta kemi edhe një 4 vjeçar terror, tmerr, ze edhe terr, sepse kemi dy partitë që sa herë ka ardhur mundësia me degradu, e degeneru, e shkatru Prishtinën, e kanë shfrytzuar në maksimum. LDK-ja historikisht sa herë që ka pas Prishtinën në udhëheqje e dina se që ka ndodhë. PDK-ja të mos pas asë njëherë mundësi, asë andër fitimin e Prishtinës, i bënd këto lojna me këta loj individ, të me thonë të cilët shiten edhe blehen shumë lirë në pazarin e gjelbër të Xhamia e Llapit. Kështu që bravo i qoftë PDK-s e për parim Ramës që ne kanë dhonë një 4 vjeçar tashëm që unë e tinor prej Vranjevcit e Xhamisë të Llapit e poshtë kena me pas kogja shumë problem. Se këta individ janë ma shumë kundër Vranjevcit edhe Xhamisë të Llapit, se sa kundër Prishtinës. Po, këto, ose se ish kandidat për asamble, moj me cek që këto është një problem shtes, që ndoshta prita prej besit edhe profes pak ma shumë me diskutu, e që ka të bëj me planin zhvillimor. Përmeje nuk pritet me diskutu, o? Jo, tjetër komunë. Jo, nuk po du mu këthy, po për aspektin analitik, po besoj. Ka të bëj me planin zhvillimor komunal. Sot, që ka përshohën Prishtinë, kjo udhëheqëset komplet, ose dirigjohet komplet nga mafia e ndërtimit. Kretë që të ndryshime që ka janë të bo prej mafisë ndërtimit. Për shkak që Urani Ismaili, Beg Berisha, po edhe disa kandidatë të tjerë të pavarun e me do listat të lata që janë kanë, e kam pas si qëllim planin zhvillimor komunal me tërgu Vranjevcit. Kjo nuk vjen, edhe këta individ, këta njerëz dhe këta individ nuk kanë arrit me fitu vota për shkak që, përsëris, mafia e ndërtimit në Prishtinë e ka qëllimin e dërgimit të planit zhvillimor në Emshir, për shkak të dy çështjeve. Çështja e parë ka të bëj me kostën dhe legalizimin. Vranjevci ose kodra e trimave ndryshe është total e pa legalizume. Dhe nuk besoj që ka guxim dikush të futet aty me ndërtim, për çet arsye e marrin Emshirin edhe tentojnë me legalizu. Këta individ janë thjesht marioneta. Nëse mon men në emision këto të te e pa ta thonë që Kosova i ka dy krye mashtrus. E ka Albin Kurtin, e ka edhe Përparim Ramën. Këta dy janë dy krye mashtrusit më të mëdhej. Këta njerëz me mashtrimet e tyne kanë arrit në pozitat ku janë sot. Përparim Rama të i mashtru strukturat e LDK-s, e të i morë votat e LDK-s, e bashkëpunimit, Edhe LDK ka pranu mu mashtru se i ka ditë shumë një shfaqësimi ka fut në LDK. Jo bëca i ka orë se aktivisti LDK-s. Nora, a i ka orë se aktivisti LDK-s branda LDK-s me kandidu. Nuk janë të arsu LDK-s të shki drejt me garu si kryetar i LDK-s. Jo, drejte nuk mundet me ta mohu antarësia. Jo, antarësimi nuk mundet me ta mohu gare. A i ka orë si diçka tjetër. A i ka orë si një vizion dhe mundësi ndryshe, edhe që në fund nga tregoj që nuk është ndryshe, po është thjesht i barabart me komplet klasën politike që e kena pos prej vitit 2000 deri sot në vitin 2026. Mashtrusa edhe përfituste gjonave personale. Ka pak, është edhe pjesa e bardhe e mendimit, nuk është vision nga zezë. Këtë kesë, po të për 2020, Na e dim norë që minë herë pas gjedheve ka egzistu një koalicion. Ka egzistu koalicioni PDK, LDK, Aleancë, Nisma edhe plus do lidhje tjera që jenë kom pa lidhje në garë në Prishtinë. Kjo sot që apëndodhë është veç zyrtarizimi kësajna. Aleanca i ka 2 deri në 3 drejtori që nuk jenë bo publike, po unë më të thonë edhe me emna kushtin drejtorat.
e ka një drejtori tre që nuk e ka pos Prishtina deri sot kur, është një qik një rezarta, nuk më kujtot në beamri saj, e ka marrë drejtorin e turizmit, mobilitet, turizmit, diqka. Prishtin turizm. Po, Prishtin turizm, ata u dash mi përmbush diqysh. Okej. Daljet brenda aleancës për armërinë e Kosovës që kanë ndodhë, prej aktivistëve të cilët kanë shërby me vite në degën e Prishtinës, nuk jenë të rasishtme, sepse atyre djemve dhe vajzave ju kanë premtu drejtori, edhe nuk i kanë marrë ato drejtori. Pra, ndryshimi i mendimit dhe Bek Berishës, direkt mas zgjedhjeve, tregon që këto u bë një lojë ekstreme madhe. Pra dhe Bek Berisha është mashtru. Po, kretin mashtrupi për parim Ramës. Aleanca nuk e ka për herë parë, e ka dhe herën e kalume. Mandatin e kalum, kanë shku me nënshkru marrëveshjen, e kanë post gatshme marrëveshjen, edhe në fundi ka tratu ka shku me PDK-n. Te dhe shumë mirë çështjen e kryet shtetit për shkak të aty ku je përfshi. Pse ka pranua kë më mashtru dy herë nëse ka kuptu? Për shkak që janë interesat e ngushta personale. Do të thonë, paramendojeni, sa naiv dosh me kanë, nëse një vit e gjysë për para, dikush të mashtron dhe nuk futet në koalicion me ty, mas një vit e gjysë, kër e prish koalicionin me atjetërin se është të punu, se tash Armendi tha këqyrat bardhen, e bardha në mandatin e parë të përparim Ramës, kanë qenë drejtorit e PDK-s, cilat kanë punu ekstrem shumë mirë. Kër e pajti që PDK-ja është du fërcu strategjikisht në Prishtinë, ai e prishi koalicionin me ta, e mor përparim Rama, e mor aleancën për armërinë e Kosovës, të cilët ishin të mashtruar nga ky mashtrus. Dhe prapë arritën të mashtroheshin. Prandaj, për mu nuk është befasi krejt kjo që apëndohë në Prishtinë. Unë uroj edhe shpresoj që ky 4 vjeqar me kalu ekstrem shumë shpejt, edhe mas 4 vjetëve qytetarët e kryqëtetit, posaçërisht Prishtinës, me pas kujdes, edhe kanë e qojnë asamble, po edhe kanë e vetojnë për kryetar të kryqëtetit.